pjesë e Këshillit të Europës kur rasti i zotit Nano ka qenë live, ka rasti i Neçmia Hoxhës, i Ramiz Alis, i atyre ngjarjeve të 2 prillit gjithashtu kanë qenë live. Po patjetër, pra edhe në kohën e Xhaxhit, pra kemi pasur pikërisht, pra edhe në atëherë, edhe kur të pushkatonin pa prova e gjitha me radhë, jo vetëm që kishe mundësi që ta shihje live këtë proces e tjerë me radhë. Pra, fakti që ne jemi kthyer mbrapa. Pra, në qoftë se kur nuk kemi qenë pjesë e Këshillit të Europës, e theksoj, sepse Këshilli i Europës është një nga ato institucione ndërkombëtare në mbrojtje të drejtave të njeriut dhe të drejtave themelore të njeriut. Ne kemi pasur gjyqje ku për shkak të interesit shumë të madh të publikut dhe interesit lartë ndaj publikut kemi pas transmetimet live. Atëherë pikpyetja është pse gjyqësori sot në 2026, kur kemi hapur negociatat me Bashkimin Evropian, ku trumbetohet pasaporta europiane, gjitha me radhë jemi pjesë e Këshillit të Europës, duhet kemi praktikat më të mira të Gjykatës Strasburgut dhe të Konventës Evropiane të Drejtave të Njeriut, krijohet dhe nuk lejohet që këto seanca gjyqësore nga fillimi në fund të jenë live. Zoti Meta e ka bërë këtë thirrje, biles ka shkuar deri aty sa në shesh Skënderbej të bëhet gjyqi im për të provuar edhe përpara qytetarëve. Kemi parasysh që zoti Meta është votuar disa herë si deputet, është votuar si kryeministër dhe ka një llogaridhënie edhe ndaj qytetarëve, sepse është funksionar publik dhe absolutisht është pala interesuar për të pasur një hetim, një gjykim transparent dhe llogaridhënës. Tani çështja është gjyqësori pse ka shqetësim. Meta është i akuzuarit për korrupsion dhe Meta është po një person që thotë ta shohin gjithë shqiptarët për shpara me akuzuar. Po patjetër, sepse ai jo vetëm që ajo dosje e cila ishte me urdhër politik, që nuk ka asnjë fakt, asnjë provë, seanca paraprake e ka dëshmuar që kanë rënë të gjitha akuzat e zotit Meta dhe kemi absolutisht një gjyq politik, siç ishte standardi i rrëmbimit banditesk, ashtu është standardi i hetimit, ashtu po vijon standardi i gjykimit zotit Meta, apo standardi i izolimit të tij ekstrem në paraburgim, në mënyrë të pa drejtë dhe të pa justifikuar. Dje ka pasur gjithashtu një raport publikuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, të cilën do doja ta diskutoja së bashku, ku ka evidentuar, po është në vazhdën e raportimeve, mos harrojmë që kemi pasur 2 raporte të avokatit të popullit, një raportim për shkeljet dhe palishmëri me arrestimit të zotit Meta, shkeljet të drejtave të njeriut dhe të faktit që për 3 orë me radhë nuk i është demonstruar as vendimi për cilin ai ishte arrestuar. Ju e mbani mend atë sken që u bë sholl, padyshim zhvilluar nga operacionalja, se duhet jemi të qartë nuk ka pas asnjë zyrtar të BK-s, pra ka qenë padyshim urdhëri i Edi Ramës për të bërë atë arrestim, për të dhënë live dhe për të përçuar padyshim shembullin që kur ja bëjmë të zotin Meta, imagjino çfarë i bëjmë qytetarëve dhe ne ishim përpara zgjedhjeve të 11 majit. Vim te Komiteti i Helsinkit, i cili ka evidentuar shkeljet flagrante të trajtimit njerëzor. Është domosdoshme që institucionet përgjegjëse marrin masat menjëhershme për zbatimin e rekomandimeve përgjegjësuese të avokatit të popullit. Po, patjetër. Sepse ka bërë 2 raportime, ka 9 rekomandime avokati popullit për shkeljet shumë të mëdha me cilat po përballet zoti Meta, ne i kemi diskutuar bashk. Deputetët e Partisë Lirisë nuk lejohen takojnë zotin Meta. E çau vetëm Klervis Balliu me insistimin e jashtëzakonshëm, por është dhe nën kryetari i Komisionit të Sigurisë, arriti ta takonte. Kemi bërë kërkesa pafund për takime me zotin Meta. Ka marrë letër nga Spaku që më thot qartë që duke qenë se keni statusin e deputetit, jeni të lejuar dhe nuk keni nevojë për autorizim. Tani burgjet, që ta sqarojmë çik për qytetarët se konfondohen. Burgjet janë një institucion në varësi të Ministrisë Drejtësisë, janë në varësi të kësaj qeverie. Dhe urdhri i Edi Ramës për të mos lejuar asnjë takim për trajtim njerëzor të presidentit Meta, absolutisht nuk duhet kemi asnjë dyshim që është dhënë nga kreu i qeverisë. I lejohen vetëm 4 takime që janë familjare, në qoftë se do duhet takojë një drejtues
politik duhet të heqë dorë nga një takime familjarët. Komiteti i Helsinkit e thot mjaft qartë dhe raporti avokatit popullit që minimumi janë 4 takime, sepse kemi parasysh jo thjesht për rastin e zotit Meta. Këtu kemi të bëjmë me prezumimin e pafajësisë. Personat të cilët sot janë në paraburgim prezumohen të pafajshëm, nuk kanë një vendim gjyqësor për fajësinë e tyre dhe për këtë arsye patjetër do duhet të kenë më shumë se kaq takime në muaj, se 4 takime. Gjithashtu flet për mungesën e kushteve në paraburgim, për të cënimin e të drejtës së tij për të komunikuar me mediat. Është skandaloze fakti që një lider politik, një drejtues politik nuk lejohet të komunikojë me media, ndërkohë që ti ke rastin e Rusisë, të opozitës atje, të Navaldit, i cili jep intervista për BBC-n edhe Reuters e gjithë mediat ndërkombëtare, ndërkohë që zoti Meta, sepse ka komunikuar me një koleg tuaj të një media tjetër, është penalizuar, i është hequr komunikimi me sekretarin e përgjithshëm dhe me gjithë drejtuesit që ka pasur, dhe nuk i është reklamuar as vendimi për cilin është dënuar. Nuk lejohet bëj ajrim 2 herë në ditë, ashtu shpreh dhe Komiteti i Helsinkit, që është një shkelje e rregullores dhe e ligjit, është një detyrim për të pasur ajrosje 2 herë në